Mirë shumë. Gjithve. Sonte jemi mbledhur për të prezantuar programin e mjedisit, pyetje dhe mbrojtjes natyrës. I nderuari profesor doktor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Të nderuar zonja dhe zotrim pjesëmarrës. Sot po prezantojmë ndrat programin e Partisë Demokratike të qeverisjes 2005-2029 për pyetjet, kullotat dhe mbrojtjen e natyrës dhe mjedisin për Shqipërinë madhështore. Programi i mjedisit është hartuar nga Departamenti i Mjedisit nga profesor doktor Jamaber Maltezi, i cili ndodhet në arrest shtëpie për arsye politike. Ndërsa programi i pyetjeve është hartuar nga Departamenti i Pyetjeve dhe Kullotave me pjesëmarrjen e ekspertëve të brenda dhe jashtë vendit. Kam kënaqësinë të prezantoj panelin që do të prezantoj këtë program. Profesorja asociuar Edona Demiraj, ekspert e mjedisit, pedagoge në Universitetin Bujqësor Tiranës, ekspert i mjedisit Gavrosh Zela dhe profesor doktor Nat Çollaku, pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Pyetjore. Programi i pyetjeve kullotave i hartuar nga ekspertët më të mirë të fushës. Ky program synon dhe ka në qendër të vëmendjes menaxhimin e burimeve natyrore, pyetjore dhe kullësore në mënyrë të qëndrueshme dhe shumë funksionale, sigurimin të drejtave të përdorimit dhe punësimit të përdoruesve tradicional mbi pyetjet dhe kullotat, pa cënuar vlerat dhe funksionet e tyre, rritjen e këtyre vlerave nga punësimi duke siguruar të ardhmen dhe garantim për brezat e ardhshëm, jo me pak pasuri natyrore sa neve na kanë lënë paraardhësit tanë. Sipërfaqja e fondit pyetjor dhe kullësor kombëtar është mbi 1.970.000 hektarë, ku 50% e zë fondi pyetjor dhe 19% e zë fondi kullësor, ndërsa zonat e mbrojtura zënë 30% të sipërfaqes fondit pyetjor dhe kullësor ose 21% të territorit. Problemet për administrimin dhe menaxhimin e fondit pyetjor dhe kullësor të zonave të mbrojtura sot janë shumë të mëdha. Nga viti 2013 e këtej janë shpenzuar mbi 70 milion euro. Fonde dhe grante, sot gjendja është shumë e rëndë. Janë shkatruar dhe djegur mbi 400.000 hektar pyje. Kemi humbur 30% të biomasës bimore me vlerë mbi 2.7 miliard euro. Erozioni i tokës është 12.5 herë më i lartë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Është ulur në minimum në 50% numri i baktive që kullosin në kullota. Janë ulur në minimum eksportet e bimëve mjekësore e të rovajore. Jemi vendi më i pasur me pyetje të varfra dhe vendi që shpyllëzoi më pak se çdo vend tjetër në botë. Është synuar rënd integriteti territorial dhe ekologjik i pyjeve, kullotave dhe i habitateve natyrore. Mosjoja e të drejtave të pronësisë përdorimit mbi pyjet kullotat është që pengesë për investime dhe zhvillim të zonave rurale. Të gjitha fondet për hartim planesh mbështrimit dhe studime në pyje, kullotat dhe zonat të mbrojtura përveçsohen nga 2-3 subjekte të lidhura me strukturat shtetërore. Shkatrimi i strukturës pyje kullotave duke u larguar nga puna mbi 700 punonjës. Pyesh, sot asnjë specialist pyesh nuk merr dot vendime për pyjet dhe kullotat, por vendimet i marrin të tjerët, do me thënë jo specialistët. Mungesa e një programi zhvillimi dhe fondeve buxhetore për investime në pyje, kullota, ka bërë që kjo ekonomi të shkatrohet çdo ditë. Ndryshimet e legjislacionit për pyjet, kullotat dhe zonat e mbrojtura dhe biodiversitetin,
Popullsia rurale e zonave ka braktisur masivisht këto pasuri. Prodhimi i përgjithshëm i pyje kullotave si sektor dhe pesha në prodhimin e përgjithshëm bruto nuk dihet. Programi për pyjet kullota dhe zonat e mbrojtura për Shqipërinë madhështore është mbështetur në përvojën më të përparuar të vendeve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, në strategjit, konventat, direktivat për pyjet kullotat zonat e mbrojtura, faunën, biodiversitetin, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin rural. Në potencialin prodhues të vlerave të jashtëzakonshme që kjo pasuri natyrore e përtëritshme ka për vendin tonë. Në burimet financiare dhe njerëzore, si dhe kapacitetet intelektuale të afta për punë, përvojën më të mirë të përparuar të specialistëve të pyetje ndër vite. Programi ka si pjesë kryesore, ka përcaktuar 4 reforma kryesore, prioritetet për çdo reformë, si dhe masat që do të ndërmerren për realizimin e prioriteteve. Reforma numër 1. Reformë për sigurimin e integritetit territorial ekologjik të pyjeve, kullotave, biodiversitetit dhe habitateve natyrore. Në 12 vitet e fundit, integriteti territorial dhe ekologjik i pyje kullotave i zonat e mbrojtura është preku ndjeshëm, duke u ndërmarrë mbi 130 akte ligjore dhe nënligjore për ndryshimin e statusit të përdorimit dhe formës së pronësisë dhe statusit të mbrojtjes, ku vetëm nga zonat e mbrojtja u është hequr statusi 13.700 hektarë. Prioritetet për realizimin e kësaj reforme do të jenë: miratimi me status që pasurit, trashëgimia e natyrës, pyje kullota, si dhe çdo drur pyjor që ndodhet jashtë këtyre territoreve, të shpallet pasuri kombëtare me prioritet zhvillimi kombëtar dhe me gjerë. Do të ndërmerren të gjitha masat konkrete për realizimin e këtij prioriteti. Prioriteti 2 për realizimin e kësaj reforme do të jetë kalimin në pronësi të përdoruesve tradicional të pyjeve kullotave, sipërfaqeve me bimësi pyjore, djerë pavarësisht statusit të mbrojtjes. Masat konkrete do të shoqërohet me bazë ligjore dhe përcaktim të saktë të detyrave dhe detyrimet përcaktuara në përputhje me zhvillimin rural dhe biodiversitetin. Prioritet i tretë për realizimin e kësaj reforme do të jetë revolucioni digital në fondin në sektorin e pyjeve dhe kullotave. Mas konkrete, ngritja e një sistemi bashkëkohor digital, monitorimi dhe informacioni, digitalizimin e regjistrimin e gjitha të dhënave të fondit pyjor kullostor kombëtar dhe zonave të mbrojtura, të treguesve dhe kriterëve në përputhje me treguesit dhe kriteret pan-europian, dhe riorganizimin e kadastrës kombëtare të pyjeve për rujtjen e tërësisë territoriale të fondit pyjor dhe kullostor kombëtar. Prioritet 4 do të jetë formalizimi i rritjes dhe i forcimi i qëndrueshmërisë financiare të sektorit pyje kullotave dhe zonave të mbrojtura, transparencë mbi çdo investim të bërë, me masa konkrete që do të fillojë me auditim të thellë të gjithë investimeve që janë bërë në fondin pyjor dhe kullostor dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të gjithë atyre që kanë marrë paratë e shtetit. Llogaritjen e prodhimit të përgjithshëm bruto të pyjeve dhe pesha që e ekonominë kombëtare. Formalizimin e ekonomisë, mbështetje me fonde, vendosje një takse keshit dhe ujësjelës kanalizime për shërbime që pyjet dhe kullotat kryen në mbrojtje të ujëmbledhësave të hidrocentraleve, filtrimin e ujit të pishëm për të përdorur për qëllime vetëm për pyllëzim dhe ripyllëzim, thithje e fonde dhe granteve të Bashkimit Evropian dhe donatorëve, dhe rishikimi të gjitha leve dhe licenca për subjekte që ushtrojnë veprimtari në fondin pyjor dhe kullostor kombëtar. Reforma 2. Reformë për përfshirjen dhe mbështetjen e përdoruesve dhe pronarëve privat në menaxhimin dhe përdorimin e sipërfaqeve të fondit pyjor dhe kullostor duke rritur investimet për punësim dhe sigurim të ardhurash. Prioriteti i kësaj reforme do të jetë mbështetja financiare për të rritur 3 deri në 4 fish të sipërfaqes aktuale të mbjellë me fidan arror, veçanërisht lajthin dhe bajamen, të cilat të këto dy lloje kanë kushte shumë të përshtatshme në vendin tonë për të rritur dhe për të zhvilluar, dhe prodhimi i tyre është i garantuar dhe shitën të treqet ndërkombëtare Made in Albania. Do të mbështesim fermerët duke i ndihmuar me sipërfaqen, përdorim dhe pronësi për të mbjellë këto bimë dhe do të sigurojmë fidan cilësor dhe çdo fidan do ta subvencionojmë.
Prioriteti 2 do të jetë mbështetje financiare për të rritur 2 deri në 3 fish të sipërfaqes aktuale të mbjellë me bimë mjekësore, si dhe teknologji për rritjen e përpunimit të prodhimeve pyjore jo drusore dhe bimet mjekësore për të rritur gamën e produkteve të eksportit Made in Albania. Të nderuar pjesëmarrës, gabimet me bimë mjekësore ka qenë punësuar deri në vitin 2013 mbi 90.000 punonjës. 95% e produktit që grumbulloi nga bimet ka qenë për eksport, vetëm 5% për përdorim të brendshëm. Të ardhurat që siguron nga eksporti kanë qenë deri në 70 milion euro në vit. 80% e gjithë këtij prodhimi kanë qenë grumbulluar nga punëtorë të paanvarur, duke u mbledhur në mënyrë spontane. 20% grumbulloi nga sipërfaqet të mbjella me bimë mjekësore të rovajore. Kjo sipërfaqe ka qenë deri në 6.500 hektarë. Në vendin tonë të nderuar, sot rriten mbi 333 lloj bimësh mjekësore të cilat mund të grumbullohen dhe mund të tregtohen në të gjitha tregjet ndërkombëtare, pasi kushtet klimatike toksore në të cilat rriten këto bimë janë shumë të mira, me 2275 orë diell në vit. Masat konkrete për të mbështetur këtë sektor, i cili zën 30% të ardhurave totale që grumbullohen nga fondi pyjor dhe kullësor e kanë mbuluar bimet mjekësore të rovajore. Sot nuk dihet se sa grumbullohen pasi eksporti i këtyre bimeve ka rënë ndjesh. Do të mbështesim fermerët dhe pronarët duke i dhënë në përdorim me afatgjatë sipërfaqe të fondit pyjor për kultivimin e këtyre bimeve deri në privatizimin e plotë të këtyre sipërfaqeve. Do të sigurojmë fidan të certifikuar cilësor dhe për çdo fidan të mbjellë subvencionim, duhen mbështetur financiarisht për teknologji të përpunimit të prodhimeve pyjore jo drusore dhe bimet mjekësore për prodhime esencash, vajrash, parfume apo prodhime ushqimore me Made in Albania për eksport në çdo vend të botës. Marketim dhe certifikim sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Unifikim dhe lehtësim praktikash në lidhje me kontratat dhe marrëveshjet. Jam i sigurt se tu do të rritet numri i punonjësve që do të marrin pjesë në këtë sektor mbi 2 fish. Prioritet do të jetë tjetër mbështetja e përdorimit të pronarëve të pyjeve dhe kullotave për përmirësimin e grumbullit pyjor me qëllim rritjen e biomasës dhe mbrojtjen e natyrës, për sigurim të ardhurash. Reforma numër 3. Reformë për mbështetjen e menaxhimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, pyjore dhe kullësore për të përmirësuar prodhimtarinë e tyre, habitatet natyrore, funksionet ekologjike dhe turistike. Pyjet e vendit ton nuk mbajnë më shara dhe motorshara për të prerë. Prandaj, prioritet do të jetë shndërrimi i pyjeve në resortet turistike me bazë natyrore, si dhe mbështetja me financime për zhvillim. Prioriteti i dytë është përmirësimi i angazhimit të procesit të prodhimit pyjor për pyjet e lartë. Konservimi i pyjeve të lartë, si dhe ndalimin e prerjeve me qëllim eksporti. Sot të nderuar, pyjet më të bukura, më të vlefshme dhe me shtrije të gjërë, të aut, të pishës zezë, të bredhit, të roblët, të arnenit dhe artinës, nga veriu në jug në vendin ton nuk ekzistojnë, ose janë degraduar dhe nuk pasqyrojnë aspektin normal dhe densine e drurve që kanë pasur dikur. Prandaj, heqja e të veshës për importin e lëndës do të jetë prioritet. Prioriteti tjetër për realizimin e reformës do të jetë rehabilitimi i sipërfaqeve të djegura të dëmtuara nga prerjet e paligjshme në pyje zonat të mbrojtura, duke shtuar sipërfaqen me pyje, rehabilitimin e habitateve dhe mbrojtjen e tokës nga erozioni përmes pyllëzimit dhe ripyllëzimit. Vendi ynë sot ka mbi 400.000 hektarë të zhveshur. Të gjithë pyjet e lartë, trungishte dhe cungishte janë zhveshur nga prerjet dhe zjarret. Vetëm vitin e kaluar kemi pasur mbi 40.000 hektarë sipërfaqe të djegur në fondin pyjor. Niveli i erozionit arrit në 12.5 herë krahasuar me mesatarin e Bashkimit Evropian dhe ne kemi sot shumë humbje të burimeve ujore në vendin tonë. Për këtë do ka një program të qartë në lidhje me realizimin e këtij prioriteti shumë madhor.
Prioritet do të jetë përmirësimi i sistemit të menaxhimit të zonave të mbrojtura. Të nderuar, që nga viti 2014 deri në vitin 2024 vetëm për zonat të mbrojtura dhe ne nuk mund të flasim më. Sepse nga masat që ka marrë qeveria duke ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura, zonat të mbrojtura janë bërë zona më të pambrojtura të vendit tonë. Që nga Grykderdhi e Bunës deri në kepin e Stillës janë hequr mbi 13.700 hektarë sipërfaqe zona të mbrojtura, ku këto sipërfaqe sot po betonizohen dhe aq më tepër po nxit edhe konflikte sociale midis pronarëve real dhe zaptuesve të shtetit. Fondet që janë shpenzuar për zonat të mbrojtura i te kalojnë 50 milion euro. Ka pas raste që në një zonë të mbrojtur vetëm një panoram në postblok ka kushtuar deri në 16 milion lekë të vjetra. Të gjitha këto kanë bërë që zonat të mbrojtura janë më të kafshuara dhe më të shkatruara se kur. Prandaj masat kryesore do të jenë rikthimin e statusit të hequr sipërfaqeve të zonave të mbrojtura dhe krijimin e një rrjeti koherent i zonave të mbrojtura në Shqipëri, të integruar me rrjetin ndërkombëtar si dhe zgjerimin gradual të tyre me 1% çdo vit. Përparësi zhvillimit të turizmit në zonat të mbrojtura, duke ngritur në çdo zonë të mbrojtur shtëpi muze të florës, faunës, biomonumenteve e quajtura shtëpi e gjelbër. Bashkëpunim me të gjitha organizatat dhe organizmat ndërkombëtar për mbështetje, për rehabilitimin dhe ruajtjen e biodiversitetit. Prioritet tjetër do të jetë vlerësimi i potencialit prodhues, grumbullues dhe përpunues të prodhimeve pyjore jo drutësore në Shqipëri. Për këtë, prioritet do të jetë realizimi i një inventari kombëtar të prodhimeve pyjore jo drutësore dhe bimët mjekësore të rovajore për të vlerësuar dhe përcaktuar potencialin prodhues sipas zonave rurale dhe mundësitë e grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të tyre. Mbështetja për përdorimin racional dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kullotave do të jetë një prioritet tjetër, ku kullotat zënë 20% të ardhurat të fondit pyjor dhe kullësor kombëtar. Kullotat sot po shkatërrohen dhe kullotat sot po braktisën për mungesë investimesh dhe nga shitja e baktive që banorët po largohen çdo ditë. Prioritet tjetër do të jetë mbështetja për menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të faunës së egër dhe gjyëtisë sportive turistike. Edhe kjo në të ardhurat të përgjithshme të fondit pyjor dhe kullësor zën 10% të këtyre të ardhurave. Me një ligj që ndalon të gjyëtin, por ky ligj ka mbështetur të gjithë kontrabandistët që po gjuajnë, vetëm gjyëtarët sportiv dhe profesionistët nuk kanë gjujtur, pasi vetëm aty u dhimbse gjau, kurse të tjerëve kur nuk u dhimbse gjau dhe kanë gjujtur. Për këtë do bëhet një vlerësim i popullatave të kafshëve dhe shpendeve të egra, objekt gjyëtie dhe promovimi i një gjyëtie sportive turistike, racionale dhe në masat të sigurta. Implementimi i direktivës së shpendeve të egër duke realizuar një transfuzion të plotë të kërkesave të tyre në licitacionin kombëtar. Mbështetja e kërkimit shkencor në funksion të zhvillimit të pyjeve kullotave zonat të mbrojtura do të jetë një prioritet i këtij programi. Prioritet tjetër do të jetë mbrojtja e pyjeve kullotave zonave të mbrojtura. Sipas vëzhgimit ekologjik për pyjet e vigjit të Shqipërisë, në pyjet e vendit tonë gjenden 62 lloj speciesh të kërcënuara të rralla, që përbëjnë 19.3% të gjithë llojeve të kërcënuar në shkallë vendi. Mbrojtja, shtimi i tyre është një detyrë ligjore dhe me interes kombëtar. Në Shqipëri rritet dhe zhvillohet mbi 30% e florës europiane, kjo bën që vendi ynë të ketë vlera të jashtëzakonshme të biodiversitetit. Masat konkrete do të jenë me sensibilizimin e shoqërisë, mbi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes natyrës, ku çdo specie bimore dhe shtazore që rritet dhe zhvillohet në vendin tonë është pasuri kombëtare dhe mbrohet me ligj. Masa parandaluese, duke ngritur një sistem operacional të konsoliduar vrojtimi, sinjalizimi vertikal, pushtet qendror, pushtet lokal dhe horizontal, strukturat menaxhimit pyje kullotave zonat të mbrojtura, bizneseve, popullatës lokale dhe pronarëve privat. Ngritjen e një laboratori për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes pyjeve kullotave nga dëmtues dhe sëmundje. Prioritet reforma numër 4 e këtij programi është reformë thellë
transformuese, institucionale dhe ligjore e shërbimit pyjor në nivel kombëtar dhe lokal. Në 12 vitet e fundit, qeveria ka bërë gjyëtinë e shtriga me ekspertët e pyjeve dhe inxhinierët e pyje në strukturat e pyje kullotave zonat e mbrojtura, duke i zëvendësuar me njerëz jashtë profesionit dhe në shumë raste pa shkollë fare. Me një urdhër ministri janë hequr 700 specialistë pyjesh nga puna. Sot 80% e administratës kombëtare zonat e mbrojtura dhe administratës kombëtare të pyjeve janë pa arsimin përkatës. Edhe drejtues kryesor janë pa arsimin përkatës. Fjala pyje është hequr nga emërtimi i ministrisë, ndërsa fjala kullota është hequr kudo në strukturat aktuale të pyjeve, ndërsa ato fjalë shitbim mjekësore të rovajore dhe prodhime pyjore jo drysore është dukur fare nuk ekziston. Duke parë këtë gjendje katastrofike, e cila ka sjellë që auditorët e Fakultetit Shkencave Pyjore dhe Shkollës Mesme Teknike Pyjore të boshatisen masivisht nga nxënësit dhe studentët se nuk gjenë vende pune. Punë ka, po specialista nuk kemi. Prioritet i kësaj reforme do të jetë transformimi i thellë institucional duke riorganizuar në një strukturë të vetë me Agjencinë Kombëtare të Pyjeve dhe Agjencinë Kombëtare Zonat të Mbrojtura, përsosja e strukturës në qendër dhe në bazë për të qenë më efektive, me stafe teknike profesionale, teknik dhe specialistë pyjesh në varësi drejt për drejt Këshillit Ministrave. Masat kryesore do të jenë thitha e kapaciteteve të duara me aftësi shkollim profesional, ekspert të fushës nga qendra deri në bazë, ripozicionim të rolit të inxhinierit të pyjeve dhe teknikut, motivim financiar, paga dinjitoze, shpërblim për titujt për gratat. Ndarje e funksioneve kontrolluese nga ato menaxhuese dhe politikbërnjes. Rritje e rolit të përdoruesve dhe pronarëve privat në pyje, kullota dhe zonat të mbrojtura. Pajisja me teknologji dhe instrumenta bashkëkohor për realizimin dhe përmbushjen e shërbimeve dhe detyrimeve. Mbështetja tek përvoja më përparuar dhe praktikat më të mira të vendeve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian për këtë shërbim. Prioriteti i dytë i kësaj reforme është transformimi i gjithë legjislacionit për pyjet, kullotat, zonat e mbrojtura, biodiversitetit dhe me gjerë, duke e përafruar plotësisht me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Të gjithë të nderuar kolegë jemi dëshmitar që këto 12 vitet e fundit, të gjithë baza ligjore për pyjet, për kullotat, për zonat e mbrojtura ka ndryshuar, duke shkelur në mënyrë flagrante të gjitha konventat, direktivat ndërkombëtare, legjislacionin e Bashkimit Evropian të fushës. Prandaj masat direkte dhe konkrete për këtë prioritet do të jenë hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore të fushës, hartimi i strategjive në harmoni të plotë me Bashkimin Evropian, si dhe rishikimi të gjitha politikave për pyjet, kullotat dhe zonat e mbrojtura. Si përfundim, ekzistojnë kapacitetet financiare, teknike dhe profesionale për realizimin e këtij programi, për zhvillimin dhe sigurimin e të ardhmes së pyjeve, kullotave dhe biodiversitetit. Të nderuar pjesëmarrës, duhet të falenderoj kryeministin e arshëm të Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha, për mbështetjen dhe interesin që ka treguar për hartimin e këtij programi, duke i vendosur pasuritë, trashëgimitë të natyrës prioritet të qeverisjes. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe tani kam nderin t'ja jap fjalën profesor Dr. Sali Berisha për programin e Partisë Demokratike për vitin 2025-2029 për mjedisin, pyjet dhe kullotat. Fjala për ju, doktor. Ju fanoroj për pranin tuaj këtu, fanoroj panelistët për punën që kanë bërë. Ne debatojmë sot për programin e atyre fushave që janë të lidhura direkt me jetën, me shëndetin, me mirëqenjen e qytetarëve shqiptarë. Në shumë aspekte,
të një rëndësie parësore në për shtetin e njeriut, të një rëndësie parësore për mjedisin, për pyjet, për kullotat, për ujrat, dhe ajo çka spikat sot në këto 12 vite, mund të themi se është një rrokullisje e madhe. S'po duhet përdor terma, por është një injorim, është një pushtim nga mafja i këtyre fushave, mjedisi, me cilën lidhet direkt shteti i njeriut, është me i braktisur, me i kërcënuar, se rrallë në njëherë në histori. Mjedisi është sot i tëri, i dominuar, i manipuluar, i dëmtuar nga interesa kryekput mafioze të klientelës qeveritare. Shqipëria që për disa rrethana mund të kishte mjediset ndër më të lakmueshmet në Europë, ka kryeqytetin njëri nga 10-12 qytetet më të ndotura të planetit. Pa asnjë lloj monitorimi, pa asnjë lloj kontrolli, me një betonizim të pandalshëm, me asgjë, me një betonizim të pandalshëm me asgjë, me një mashtrim të pafund, ku pretendojnë zyrtarë se kanë mbjellë 1 milion pemë, në një kohë kur kanë pre qindra mijëra të tilla. Por kjo, të themi, batërdi, kjo ndotje e jashtëzakonshme në qytetet tona, kjo është e njëjtë në ujrat tona. Verën e kaluar ne nuk kishim, pothuajse asnjë flamur blu në detra dhe liqejt tona. Megjithse ne, për hir vërtetës, ndërtuam mbi 11 impiante të përpunimit të ujrave të zeza dhe po shkonim faktikisht drejt bllokimit të tërë të ujrave të zeza, të derës ujrave të zeza në det, ato korrupsioni i ka kyçur. Bashkit nuk i vënë në funksion. Nuk paguajnë energjinë për funksionimin e tyre. Dhe flasin për Perla, flasin për Maldive, flasin për të gjitha këto në një kohë kur në fakt ato janë brigjet më të ndotura të Europës. Dhe janë më të ndotura duke patur impiantin të ndërtuar, por që i vënë çilsin sepse nuk duan të paguajnë energjinë elektrike bashkit. Potenciali jashtëzakonshëm
ekziston në pyet, kullotat, kodrat, malet, Alpet e Shqipërisë. Gjithçka shkon në rënje të lirë. U ndërpre pothuajse çdo lloj subvencionimi për pyllëzimin, për frutëzimin, për bimët medicinale. U ndalu edhe gjahu, duke mos patur konceptet më minimale të ekuilibrave. Zonat e biodiversitetit më të lartë u agresuan. Ligji u amendua për të hapur dyert për kthjetrat e mafjes në këto zonë, mafjes ndërtimit në këto zona. Nuk ka asgjë të mbrojtur më. Smundjet nga ndotja rriten me shpejtësi, veçanërisht smundjet malinje. Bimt aromatike dhe ato heterovajore, bimt medicinale, të cilat janë një pasuri e madhe në të 4 anët e vendit. Nga Çajupi, Njezers dhe në kufi me Plaven. Por ato i rrëzoi për dhe droga. Nuk kam fjalën vetëm për plantacionet e kanabisit, por e kam fjalën narko-euro. Ata se eksportojnë më. Më rënjën 30% të euros, atyre, ata s'kanë më asnjë fitim. Dhe qeveria në vend se të krijojë me urgjencë fondi e mbështetjes së këtyre të gjitha eksportues, të gjitha si përmarrje që punësonin me mira e mira, banorë në zonat më të varfra. Qeveria bën se hir dhe u jep akses trafikantëve për ndërtimin e kullave, për shtrimin e parave të drogës në beton. Pyet, profesor Hasani e tha, në një vit 40.000 hektar nga zjarret. Morën 10 milion, u abonuan në satelit. Se gjoja do shohim zjarret, se nuk i shihni dot pas satelit. Por zjarret viti që kaloi ishin më tegra se asnjëherë, sepse s'kishte mjete për shurin e tyre. Pra, të themi të vërtetën, mjedisi dhe pyet përbëj një emergjencë kombëtare, dhe kullotat përbëj një emergjencë kombëtare. Ndaj dhe projekti ynë ka një synim, vendosja e standardeve më të mira europiane në programin tonë. Standarde të cilat synojnë një mjedis të shëndetshëm, një mjedis të pastër, një mjedis të monitoruar,
një mjedis të zhvilluar. Kompleksi mjedisor, faktorët që bashkëveprojnë në mjedisin, do të marrin të gjithë vëmendje dhe angazhimin. Nuk ka dyshim se pyllëzimi real do jetë një drejtim qendror. Pyllëzimi do të gërshetohet me mbjelljen e drurëve frutorë. Por kjo nuk do thotë se do hiqet dorë nga mbjellja e drurëve tjerë nativ për zonat ku ato janë. U shkatrua e tërë infrastruktura mbrojtjes pyjeve. U shkatrua tërë infrastruktura e kullotave. Rindërtimi institucioneve të kësaj fushë, të këtyre fushave, veprimtaria e tyre në përputhje me standardet europiane, do tjetë zotimi ynë para shqiptarve. Menaxhimi transparent dhe i ndershëm sot dihet, po të shkosh nga Elbasani, Gjernë Kolonjë, shohësh kamionat me dru, Tauland Balla e kanë targën. Kjo është e vërteta. Të gjitha kanë targën Tauland Balla. A janë të gjitha të tia apo jo, nuk e di. Por ati del emri, edhe në Kolonjë, edhe në Librasht. Kjo është e vërteta. Pra këta bëhen milionerë, bëhen më shumë se milionerë, me këtë shkatrim masiv që u bëhet pyjeve. Pra, rënja në këto sektor është shumë e madhe, është shumë e dhimbshme, është shumë e pasoja. Por përsëri, potencialet e ringritjes janë reale dhe ne mi të vendosur t'i japim me programin tonë mbrojtjes mjedisit, pyjeve kullotave, ujrave dhe ajrit, investimet më serioze në mënyrë që të arrijmë sa më shpejt standardet europiane në këto fusha, si standardet më të mira për shëndetin dhe jetesën e qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Faleminderit doktor Berisha për prezantimin e programit dhe mbështetjen që i jep këtij sektori. Tani kam nderin që t'i kaloj fjalën profesor doktor Jamabër Maltezit për të prezantuar programin mbi mjedisin. Fjala për ju, nderuar Jabi. Faleminderit profesor Hasani, profesor Çollaku, të nderuar Erdona, Gavrosh, profesor Berisha, faleminderit për ftesën. Si që dini të nderuar miq, unë jam pedagog dhe profesor pranë Universitetit Bujqësor, qysh prej 15 vitesh. Interesante është që nëse në vitet 2010-2013 ne kishim mesatarisht 80 deri 100 student çdo vit në degën e agromjedisit, si vjet janë veç 15. Çfarë ka ndodhur? 6 herë më pak. Kjo për arsye sepse për fat keq shteti injoron dijen dhe zyrtarët kthehen në gjop vënës.
Në 8 vitet e fundit vetëm 1 deri 2% e atyre që kanë mbaruar për agromjedis janë punësuar në profesionin e tyre. Kjo është turp dhe trishtim. Sot po prezantojmë programin, piketat kryesore të programit PD-s për mjedisin. Kemi shumë problematika mjedisore në Shqipëri, por kemi zgjedhur të fokusohemi vetëm në 6 sfida kryesore si më poshtë. 1. Transpozimi i legjislacionit mjedisor të BE-s në Shqipëri. 2. Parandalim dhe monitorimi i ndotjes mjedisit në ujë, ajër dhe tokë. 3. Menaxhimi i integruar i mbetjeve dhe ekonomia qarkulluese. 4. Ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore. 5. Mbrojtja e natyrës, integriteti i zonave të mbrojtura mjedisore dhe 6. Fondi për mjedisin që do ketë diskutimet më teshme. Së pari, transpozimi i legjislacionit mjedisor të BE-s. Duhet dim që Bashkimi Evropian shpenzoi rreth 4 milion euro dhe transpozoi një pjesë të konsiderueshme të legjislacionit BE-s përmes projekteve STEMA dhe IMPAEL. Në 2011 u miratuan ligji për mbrojtjen e mjedisit, ai për inspektimin, për VNM-t, për lejet e mjedisit, për menaxhimin integruar të mbetjeve, si dhe VKM-t për strategjinë kombëtare dhe planin veprimit menaxhimit të mbetjeve. Këto ishin thuajse motamo sipas legjislacionit BE-s, por pse nuk u zbatuan ligjet dhe strategjitë, planet e veprimit e më radhë? Interesat e xhepit injoruan dhe zhbën shumë prej këtyre akteve ligjore. Për shembull, strategjia dhe plani kombëtar i mbetjeve parashikonin reduktor, ripërdor, riciklo dhe qendra seleksionimi dhe vetëm në fund rikuperimin teknik, termik apo dhe landfillimin. Por këto u injoruan se doli marifeti inceneratorëve. Duhet të rikthehemi te transpozimi i legjislacionit BE-s për Shqipërinë, pasi në procesin e antarësimit BE-s legjislacioni mjedisor përbën gati 30% të legjislacionit përgjithshëm dhe do kemi nevojë shumë për specialist mjedisi dhe për jurist në fushën mjedisore. 2. Piketa e dytë, parandalim dhe monitorimi i ndotjeve në ujë, ajër dhe tokë. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka vetëm një sektor për inspektimin mjedisor. E bukur është që më thonë ka një vit që e kanë ngritur në nivel drejtorie, por për fat keq sot e kësaj dite në website-in e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit kjo figuron si sektor. Dhe të dhënat e fundit në këtë website janë ato të para 4 viteve të 2021-shit që tregojnë se gjithsej në 2021-shin janë vendosur 71 gjoba për gjithë Shqipërinë. Kaq në qenë ka dëm mjedisor në gjithë Shqipërinë. Nuk ka asnjë raport, as kush janë industritë me dëm mjedisor, as ku janë, as nëse janë marrë masa, asgjë. Gjithashtu, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka vetëm një sektor monitorimi. Të dhënat më të fundit të këtij sektori janë po prap të 2021-shit dhe ato vetëm sa leje kanë aplikuar. Por faqja Facebook e Ministrisë Mjedisit tregon se ministrja ditë gatuaj byrek. Monitorimi dhe inspektimi janë të vakët, të pasigur dhe vonesa në raportim. Bëhen matje, por nuk ka sistem monitorimit besueshëm. Sipas programit kombëtar të monitorimit duhet kishin 59 stacione monitorimi që të kryenin matje të cilësisë ajrit. Por po vetë raporti zyrtar tregon që kemi vetëm 9 pika dhe ato nuk janë të akredituara. Për dieni, në vitet 2012-2013, jo vetëm që u vendosën stacione permanente monitorimi cilësisë ajrit, po të dhënat e cilësisë ajrit shfaqeshin live te ekrani mat të banka Credins mund mes bllokut. Veç për një zëvendësim filtrash u sabotua programi monitorimit në kohë reale. Ka mbi 18 vjet që kur filluan të botoheshin raportet e gjendjes së mjedisit në Shqipëri që situata në lumin e Tiranës, që më pas kalon në lumin e Ishmit, është katastrofale. Treguesit si bodi, pra oksigjeni tretur, amoniakalet, fosfati total, janë nga 10 deri 20 fishin e normave të lejuara. Pse ndodh kjo? Lumet tanë ndoten kryesisht nga ujërat e ndotura të zonave urbane që derdhen pa trajtuara. Çfarë është bërë për këtë problem madhor? Qoftë për shëndetin, qoftë më pas për sigurinë ushqimore, sepse ky ujë përdoret në zonat për të vaditur prodhimet bujqësore. Qeveria e Partisë Demokratike ndërtoi 10 impiante të trajtimit ujërave të zeza nga Kavaja, Pogradeci, Shëngjini, Durrësi, Vlora, Saranda, Korça, por sot disa prej tyre vuajnë nga mungesa e mirëmbajtjes, siç ndodh me Ksamilin apo Sarandën që sa herë që fillon sezoni turistik, mbetjet derdhen në det sepse nuk mirëmbahen. Apo mungesa kanalizimeve dhe stacioneve të pompimit, gjë e cila bën që në Durrës e gjithë zona e Ish-Kënetës dhe gjithë zona e Spitallës të mos trajtoj ujërat e ndotura në impjantin i cili është inauguruar qysh në prill të 2013-s në Durrës. Në Tiranë, qeveria dhe bashkia drejtuar nga Partia Demokratike në 2012 filloi ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. Dhe fal bisedimeve të zotit Berisha në Japoni, qeveria e Japonisë nisi financimin me afro $80 milion
për impjantin e trajtimit ujrave të zeza Tiranës. Vetë Erion Veliaj më 14 janar 2016 inspektoi punimet dhe deklaroi se impjanti i trajtimit ujrave të zeza Tiranës do jetë funksional brenda vitit 2017. Kanë kaluar thuajse 10 vjet nga i premtim, por impjanti ndonse ka përfunduar, nuk është marrë në dorëzim, nuk punon dhe po ndryshet dhe vetë impjanti po kthehet në mbetje. Jemi i vetmi kryeqytet në Eurazi që nuk trajton ujërat e zeza, po i lë që të vaditen prodhimet bujqësore me këto helme dhe më pas të derdhen në det. 80 milion euro të quara dëm, asnjë përgjegjësi. Monitorimet për shkarkimet e lëngëta urbane dhe ujërat sipërfaqësor nuk i bën as Instituti i Shëndetit Publik dhe as Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por subjekti fitues në tender. Dhe kemi parë shpesh që subjektet ndotës janë dhe subjektet që bëjnë monitorimet. Për dieni, disa zyrtarë nga Inspektorati i Mjedisit, Instituti i Shëndetit Publik, AKU apo inspektori i inspektoriateve shkojnë dhe gjobisin baret dhe restorantet në Tiranë për cilësinë e ujit të rubinetit që vjen nga bashkia, se ai ujë nuk është në cilësinë e nevojshme. Por nuk gjobisin bashkinë që ka 10 vjet, që ka trefishuar faturën e ujit me premtimin që do kishim ujë 24 orë dhe me ujë me cilësi sipas standardeve të BE-s. Situata aktuale tregon që nuk ka monitorim dhe inspektim të besueshëm, por se ligji përdoret vetëm për të vjedhur bizneset përmes kërcënimeve për gjoba. Çfarë duhet bërë? Duhet ngritur kapacitetet, rritur në përgjegjësi në nivel drejtorish dhe duhet punësuar të rinj që janë diplomuar për inxhinieri mjedisi, qoftë në UBT, në Universitetin Politeknik apo Shkencat e Natyrës apo në Universitetin Polis dhe jo me militant patronazhist. Siç e thash, veç 1 deri 2% atyre që kanë mbaruar për mjedis përfundojnë që punojnë për mjedis. Monitorimi dhe inspektimi duhet parandalojnë ndotjen dhe rehabilitimin e ndotjeve historike, jo thjesht për të mbushur çat xhepa dhe raporte që botohen me shumë vite vonesë. Monitorimet duhet të jenë me 1. Sistem monitorimi të vazhdueshëm dhe jo thjesht matje, sepse mund të kesh matje aksidentale. 2. Duhet të jenë të besueshme. 3. Aparatura duhet të jenë të kalibruara dhe metodologji të certifikuara dhe të akredituara. Dhe 4. Duhet të jenë të aksesueshme në kohë reale nga publiku. Duhet krijimi i bazës të dhënave për ndotjen në ajër, ujë dhe tokë dhe hartave të zhurmës. Nga kjo bazë të dhënash duhet dalin rekomandimet për kapacitetet mbajtëse dhe për prioritetet e financimit. Monitorimi dhe inspektimi do të tregojnë se si dhe sa po parandalohet ndotja dhe sa dhe si po rehabilitohen zonat e ndotura mjedisore. Piketa e tretë është menaxhimi i integruar i mbetjeve dhe ekonomia qarkulluese. Strategjia dhe plani veprimit menaxhimit mbetjeve që bazoheshin në parimet reduktor, ripërdor, riciklo e më pas në përfitimin termik apo landfillet, u ndryshua për interes të mega vjedhjes me incineratorë që nuk ekzistojnë. Rama dhe Velia e kthyen sharrën në një monopol të 4 fisht. 1. Monopol për mbetjet urbane. 2. Monopol për mbetjet industriale. 3. Monopol për mbetjet e riciklueshme dhe 4. Për depozitimin e dherave që nuk janë fare mbetje, por janë mall. Shqipëria kishte afro 50 kompani riciklimi në vitet 2007-2013. Sot thuajse nuk ka asnjë pasi sharra u bë monopol dhe përzun ricikluesit për interes xhepave të Edi Ramës dhe atyre që vranë Ardit Gjoklej. Çdo polis në rrugë ta thoshte troç se biznesi i dherave është i Edi Ramës dhe na detyron të mos lejojmë asnjë makinë të shkojë askund, as në landfillin e Bushatit. Por veç në sharr ku çmimet u pesfishuan se u kthye në monopol. Edhe nëse i njëjti zhvillues kish 2 kantiere ndërtimi, tek i njëjti i duhej që të çonte dhe tek i tjetri duhej që të hiqte dheun, po i njëjti ndërtues, mallin e tij që quhet dhe nuk mund ta merrte nga kantieri 1 e ta çonte në kantierin 2, por duhej që me mjetet e tij ta çonte në sharr. Dhe aty pa shkarkuar fare kamionin me dhe, të paguante gjoja sikur e depozitoi dhe më pas të paguante edhe sikur po merrte po prap dheun e tij, me mjetin e tij dhe ta çonte në kantierin e dytë. Hajdut të ktill ne nuk ishim parë gjë akoma. Nuk mjaftoi kaq, por Edi Rama i dha Zotos edhe 22 milion euro për landfillin e Vlorës që nuk ekziston dhe digjen plerat duke helmuar gjithë qytetin e Vlorës. Po Edi Rama i dha Klodian Zotos edhe 4 milion euro për zgara lumore në Shkumbin dhe Ishëm, zgara që nuk ekzistojnë fare, por 4 milion euro u vodhën, u përlan nga qerat e lartë e incineratorëve dhe u paguan mediat dhe propaganduesit e incineratorëve. Dhe asnjë prej tyre nuk hetohen nga prokurorët e nënshtruar politikisht. 5 vjet po bëhen që kur Partia Demokratike depozitoi kallëzimin në SPAK për grup të strukturuar kriminal me qëllim vjedhjen e 400 milionë eurove përmes skemës incineratorëve.
Edhe lufta e parë botërore zgjati 4 vjet e jo 5. Por s'pak nuk guxon të jetoj për grup strukturuar kriminal se kudo i del Edi Rama. Qoftë në 1. Injorimin e shkresës drejtorit Agjencisë Prokurime Publike që njoftonte se ligji nuk lejonte kontratën me Zoton. 2. Miratimin e kontratës me VKM brenda 24 orësh nga raporti Komisionit Vlerësimit ku nuk ishte asnjë ekspert insenerimit. 3. Pretendimi sikur ka kaluar 9 procedura dhe 17 firma brenda ditës. 4. Përfshirjen e neneve të tilla si pamundësia ndërprerjes kontratës edhe kur ai që merr para publike i vjedh ato dhe nuk i investon. 5. Injorimin e shkresës së ministres vet Felaj që njoftonte se nuk ekzistonte kompania. 6. Dhënien e një bonusi që prej 8 pikësh të një kompanie që nuk ekzistonte. 7. Përdorimin e fondeve rezervë të Këshillit Ministrave për të paguar punime imagjinare dhe 8. Vjedhje të mbi 200 milionë eurove nga parat publike për inceneratorë që ose nuk ekzistojnë ose nuk punojnë fare. S'pak nuk guxon të hetoj pra as për grup strukturuar dhe as nuk tregon dot se ku shkuan parat përveç disa thërrimeve për Lefter Kokën dhe Alqi Bllakun. Përpasoj, Sharra në Tiranë, Elbasani dhe Vlora janë kthyer në bomba ekologjike dhe tani janë gjendje emergjence, jo para 11 vitesh. Zgjidhja, rikthim të ligjet e BE-s, të strategjia dhe plani veprimit, reduktor, ripërdor, riciklo dhe parimet e ekonomisë qarkulluese. Ekonomia qarkulluese është një model prodhimi dhe konsumi që përfshin shpërndarjen, ripërdorimin, riparimin, rinovimin, riciklimin e materialeve. Synimi është të zgjatet sa më gjatë cikli i jetës produkteve. Për dieni, Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve përmendet si agjenci nën varësinë e Ministrisë Mjedisit, qysh prej një viti, por nuk ka as website fare, asgjë, zero informacion. Por mos u merakosni, ministra ditë bëj byrek. Rikthimi të strategjia dhe plani veprimit kërkon masa konkrete dhe buxhet për të ngritur disa qendra të seleksionimit të mbetjeve, duke nxjerrë sendet që mund të ripërdoren, sendet që mund të riparohen, sendet që duhen ricikluar, sendet që mund të kompostohen, sendet me fuqi kalorifike për t'i dërguar në furrat e fabrikave të çimentave apo të industrive metalurgjike që kërkojnë ende lëndë djegëse. Kjo do të paksoj me 2/3 volumin e mbetjeve dhe përfaqësoj të trefishoj jetën e një lëndfilli. Sugjerojmë nxitjen e instrumenteve të ekonomisë qarkulluese dhe përdorimin efikas të burimeve natyrore. Zbatimi i hierarkisë të trajtimit të mbetjeve, nxitja e biznesit të riciklues përmes grumbullimit të veçuar të mbetjeve, trajtimi me seriozitet i mbetjeve të rrezikshme përfshin mbetjet spitalore, rehabilitimi i venddepozitime ilegale. Duhet partneritet real me botën akademike dhe jo të keq përdoren nga mafia dhe mediat e inceneratorëve, por duke financuar studime dhe nxitur doktoratura për rehabilitimin e tokave të ndotura, jo të jenë doktoratura si dhoro për patronazhistët apo monedh korruptimi i botës akademike. Piketa e 4 e PD-s do jenë ndryshimet klimatike dhe rreziqet mjedisore. Fal financimeve afatgjata nga OKB-ja dhe Agjencia Gjermane për Zhvillim, GIS, Shqipëria prodhon raporte periodike në kuadër të Konventës Klimës. Por fatkeqësisht raportet prodhohen por nuk zbatohen. Për shembull, në 2015 GIS financoi planin e veprimit për zbutjen dhe masat e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në Tiranë, që sugjeronte ndërhyrjen me masa konkrete në të paktën 5 zona të ndjeshme të Tiranës. Për fat keq, ky raport nuk u zbatua fare, ndërsa 9 vite më pas, në gusht 2024, Bashkia e Tiranës hapi tender për të prodhuar planin e veprimit për ndryshimet klimatike në Tiranë. Pra, do prodhohet një raport i ngjashëm me këtë, kësaj here do vjedhin 45.000 euro. Në raportet e veta, qeveria në 2017 premtonte si mas të zbutjes emetime të gazeve serë se brenda vitit 2030 udhëtimet e gjata në Shqipëri do kryeshin me tren. A dini gjë të kemi në një stacion treni të ri në Tiranë? Për fat keq jo vetëm që nuk kanë ringritur asnjë linjë treni, por edhe projektet e tramit Tiranës janë lënë sirtar për 10 vitesh. Mbaj mend 2015 zoti Bozo nga Bashkia e Tiranës prezantoi projektin e fizibilitetit, se futja e 2 linjave të para të tramit në Kinostudio Kombinat dhe përgjatë bulevardit do lehtësonin trafikun duke hequr të paktën 800 lëvizje autobusësh dhe 2600 makina nga rrugët e Tiranës. Por propozuesit ishin me biografi të keqe, ndaj ka 10 vjet të Tirana s'ka fare as në plan, as projekt për tram, jo më ta ketë realizuar. Për fat keq shumicën e efekteve negative të klimës ne kemi të krijuar nga qeveria dhe jo nga natyra globale. Për shembull, tepsitë e nxehtësisë nëpër rrugë dhe sheshe janë krijuar nga betonizimi i çdo sheshi urban, në vend që të lihet toka natyrore me dhe me pemë të larta në sheshet dhe anës rrugëve. Heat wave apo dallgët e nxehtësisë na shkaktohen
nga ndërtimet, lejet korruptive dhe qell gërvishtës që bllokojnë korridoret ajrore, që pasqyrojnë nxehtësinë, duke shtuar numrin e banorëve disa fish, duke shtuar disa fish makinat dhe përpasoj shumë fishon emetimet e gazeve serë, ndërsa rrugët ngelen po aq të ngushta, nuk është zgjeruar asnjë rrugë. 3. Edhe përmbytjet e qyteteve po shkaktohen nga betonizimi i tokës, që inkapsulon dheun dhe nuk lejon që dheu të thith sasinë e ujit, pres fishon përmbytjet e sipërfaqeve. Zgjidhjet e dhëna në raportin e 2015 u lanë sirtar, sepse i di kryehajni të gjitha dhe nuk ka nevojë mësor. Propozojmë masa për nxitjen e energjive të pastra dhe parandalimin ose zbutjen e rreziqeve mjedisore. Nxitja e prodhimit të energjisë erës dhe diellit, jo vetëm në nivel industrial, po dhe privat, siç u sugjerua nga Dr. Berisha dhe Departamenti i Energjisë për subvencione dhe kthimin e çatijeve të shtëpive private në gjeneruese energjive diellore. Tjetër mas, nxitje për përdorimin e makineve elektrike, qoftë përmes bonuseve dhe uljeve taksave, qoftë përmes shtimit pikave të karikimit me çmim më të ulët energjie. Mas tjetër do jetë menjanimi dhe zbutja e efekteve të përmbytjeve, përgatitja e hartës së rreziqeve mjedisore, rritja e pyllëzimeve siç u përmend, investimin në ngritjen e pritave e veprave të kullimit zonave që përmbyten shpesh, mos lejimi i ndërtimeve në zonat që përmbyten shpesh, investime në parandalimin e erozioneve dhe ndalimi i shfrytëzimit të inertave lumore. Pika e 5 e programit PD-s është mbrojtja e natyrës dhe integriteti i zonave të mbrojtura. Masakër është kryer këto vite në zonat e mbrojtura mjedisore. E nisëm me lejen për kompaninë e Sorosit për shprim nafte në pjesën qendrore të mbrojtur të lagunës Nartës. Ministrat e Kryehajdutit deklaruan vetë se kish lejen për në det, por kish shpenzime më të larta Sorosin det, ndaj janë ndryshuar, ja dham tokë, punë e madhe se është zonë mbrojtur mjedisore. Vjojmë me lejet për akuakulturë në parkun kombëtar detar të Sazan Karaburunit. Vjojmë me kafshimin e parkut kombëtar të Dajtit dhe kthimin e shkallës Tujanit, monument natyre, në guroren private të Gjoka Konstruksion. Ka 5 vjet që depozituam kallëzim penal në SPAK, por pa aq sa çfolët ju, që sishit fare aty, aq përgjigje kanë SPAK për këtë masakër mjedisore. Vjojmë me lejen për hotel 6 katësh mu në monumentin e natyrës u i ftohtë Tepelen, gjë e cila ndalohet nga ligji. 5 vjet kanë kaluar nga kallëzimi penal që kryem SPAK, por ende nuk ka përgjigje nga ky institucion shërbyes i Edi Ramës. Në shtrimi politik ndaj kryehajnit edhe kur shkel brutalisht ligjet është i papar. Vjojmë me kafshimin e parkut kombëtar të Butrindit për interes të xhepit kryehajnit. Besoj e mbani mend deklaratën skandaloze të ministres Byrekut që deklaroi, ja, këtë pikën e votkël këtu po e heqim. Në dhunim të ligjit u dha leje ndërtimore brenda në parkun kombëtar të Butrindit. Vjojmë ndërtimin e aeroportit të Vlorës brenda zonës mbrojtur mjedisore të Nartës, a thua se nuk mund të vlerësoheshin dhe 2-3 alternativa për zhvendosje vetëm pak kilometra më tutje, por të shpëtoi zona e mbrojtur. Të gjitha këto janë kryer në dhunim të ligjit dhe duke injoruar hartën e zonave të mbrojtura. Para 2 vitesh u shpall me tamtame parku kombëtar i Vjosës. Por kujdes, përfshihet vetëm shtrati i Vjosës, por jo delta e saj. Në çdo lum, pjesa më e rëndësishme ekologjike është delta e lumit, pasi krijon habitatet më të larmishme dhe me biodiversitetin më të pasur. Po jo në rastin e Vjosës. Pse? Sepse në deltën e Vjosës dhe zonën e mbrojtur të Nartës po ndërtohet aeroporti dhe Edi Rama po miraton leje për resorta shtëpish dyta. Pasi kreu 10 kafshime të zonave të mbrojtura në shpërfillje të ligjit, tani po ndryshon ligjin, që thot asgjë të ligj, çdo gjë me ligj. Për këtë qëllim, në gjithë zonën bregdetare po heq nga rrjeti i zonave të mbrojtura plot 13.700 hektar zona të mbrojtura, pas një konsultim me askënd. I di vetë të gjitha, ose le themi mbi bazën e konsultimeve imagjinare. Para pak vitesh u shkarkua, më pas u ringarkua dhe më pas u detyrua dorëhiqej drejtori i parkut kombëtar Divja Karavastas, Ardian Koçi, sepse ishte kundër planeve për kafshimin e parkut kombëtar për interes të xhepit Edi Ramës. Edhe investimet në zonat e mbrojtura po kryen për interes të xhepit. Para 10 vitesh u paguan 2 milion euro për rrugën të Syri Kaltër, por brenda 5-6 vitesh rruga u prish dhe po investohet përsëri. 8 milion euro ka shpallur, sapo ka shpallur Ministra e Byrekut për i qendër multifunksionale në Vjos. Kur bëhen me fondet Bashkimit Evropian ose të Bankës Botërore, bëhen për 10 deri 15 herë më pak. 8 milion euro nuk kushton as hoteli me 6 kate mu brenda zonës mbrojtur. Çfarë propozojmë neve? Ne propozojmë ruajtjen e integritetit të zonave të mbrojtura. Rishikim të vendimeve të qeverisë për kafshimin e zonave të mbrojtura bregdetare, pasi këto zona janë sensitive dhe ndihmojnë në zbutjen e pasojave të rreziqeve natyrore si përmbytjet, erozioni, valtet nxehtet e tjerë. Si do të kryhet?
në takimet hapura publike me ekspertët më të mirë zonave të mbrojtura, që janë pedagogët e Universitetit Tiranës, Universiteti Bujqësor, Polis dhe shoqatave mjedisore që kanë 10 ekspertë mjedisi të apocionuar pas natyrës. Harta e zonave të mbrojtura do të diskutohet dhe do akordsohet me komunitetin shkencor, do të jetë publike, e pandryshueshme dhe kriteret mjedisore do jenë kyç në planifikimin e mjedisit. Piketa e 6 dhe e fundit është fondi për mjedisin. Kjo është një temë që ka nevojë për diskutimet më teshme dhe me sa jam njoftuar, FMN nuk pranon krijimin e fondeve jashtëbuxhetore. Ndaj mund diskutohet modalitetet dhe mund të jetë edhe pjesë e buxhetit të Ministrisë së Mjedisit. Po çka ndodhur gjatë këtyre viteve? Deri tani, nga buxheti i shtetit ka dalë mbi 200 milionë euro për disa inceneratorë që ose nuk ekzistojnë fare ose nuk punojnë. Këto para nuk kanë dalë nga buxheti i Ministrisë së Mjedisit. Këto kanë dalë fillimisht sepse s'kishte asnjë lek të planifikuar Ministria e Mjedisit për këto. Pra, Lefter Kokën e kanë përdorur si kokë turku. Para dolën fillimisht nga Fondi Rezervi i Këshillit të Ministrave dhe më pas nga buxheti i shtetit. Le të shohim vetëm një taks që ka shtuar Edi Rama para 11 vitesh. Taksa e karbonit për çdo litër naftë. 27 lek pa TVSH ose 33 lek me TVSH në çdo litër. Sa i bie kjo taksë e shtuar para 11 vitesh? Sipas llogaritjeve të mikut dhe ekspertit Florian Mima, veç nga kjo taks qeveria ka përlar mesatarisht afro 220 milionë euro në vit nga neve, nga taksa paguesi, nga shqiptarët. Për 11 vite rresht. Pra, aq sa që janë paguar për inceneratorët imagjinar, qeveria ka vjedhur çdo vit shqiptarët. Në 11 vite kjo shkon në mbi 2.4 miliardë euro. Dhe nëse e pjestojmë me numrin e popullsisë, i bie që çdo shqiptar qeveria e ka vjedhur me 1.000 euro. Apo 4.000 euro për çdo familje shqiptare. Është momenti kur të kërkojmë Edi Rama o hajdut pare tona ku i ke fut. A ka nevojë për investime për mjedisin? Po, kemi nevojë për të investuar, për të financuar qoftë rrjetin e monitorimit mjedisore, krijimin e laboratoreve të akredituar që të kryejnë vlerësime të besueshme, ndërtimin e qendrave të seleksionimit mbetjeve për të nxitur ripërdorimin, lëndfillet rajonale, impiante trajtimit të ujrave të ndotura, sidomos qytetet të mëdha dhe zonat bregdetare. Taksa e karbonit në hidrokarbure është vendosur sipas parimit ndot si paguan dhe është e kuptueshme që makinat me naftë kanë një taksë shtesë në mënyrë që të nxitet përdorimi i makinave elektrike. Por kjo taksë së pari ka qenë kriminale dhe ka grabitur çdo shqiptar me 1.000 euro nga xhepi i çdo shqiptari. Dhe së dyti kjo taksë nuk ka shkuar fare te buxheti i Ministrisë së Mjedisit apo si fond për mjedisin. Nëse kjo taksë do duhet të shkojë të përdoret për qëllimin ose të shkojë për të përdoret ose të hiqet fare si taksë. Zvoglimi me 5 herë taksës karbonit për çdo litër nafte, nga 27 lek në 5.5 lek apo në 6 lek, është një zgjidhje, pasi garanton gjithsesi rreth 55 milionë euro në vit në investime për rehabilitimet mjedisore. Eksperiencë tjetër ka qenë ajo e Polonisë. Në Polonia negocioi ato që u quhet debt financial swap, ku pati marrëveshje me bankat kryesore dhe 8 deri 10% e borxheve të Polonisë shkuan si financim për krijimin e fondit mjedisit që mundsoi kalimin nga energjia e qymyrit e bazuar në qymyr në burime të pastra energjie. Pra, mund të ketë zgjidhje. Shkurt, mjedisi nuk e përmirëson as vjedhja parave të shqiptarëve me taksa karboni që i përpin vrima e zezë e korrupsionit, as prallat me inceneratorët që do na shpëtonin nga emergjenca e vetë shpallur mjedisore dhe as propaganda e byrekut. Është koha që ta çojmë kryehajdutin dhe ministrat e tij në shtëpi dhe le të rinë të gatuajnë byrek sa të duan. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Maltezi për prezantimin e programit mbi mjedisin, një program shumë dënjetoz. Tani të nderuar pjesëmarrës, të nderuar diskutant, për arsye e kohës do të lutesha që jo të gjithë do diskutojnë, por edhe ato diskutantë që do diskutojnë jo më shumë se 2-3 minuta. Kam nderin të shitja fjalën profesor doktor Zoti Çollaku për të na shpjeguar mbi disa aspekte të programit pyetje lidhur me pronësinë. Fjala për ju Zoti Çollaku. Më shumë se 2 minuta që do të ka. Faleminderit doktor Cani, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar pjesëmarrës. Në fjalën time dëshiroj të theksoj një çështje që është realisht shumë sensitive, që ka të bëjë me njohjen e të drejtave të pronësisë së pyjeve për përdoruesit tradicional të pyjeve. Kuptohet që kjo çështje meriton ndoshta pak më shumë kohë, por do përpiqem që ta përmbledh sa të jetë mundur. Përdoruesit tradicional të pyjeve kanë përdorur historikisht pyjet dhe kullotat për nevoja të ndryshme si sigurimi i bazës ushqimore, sigurimi i druve të zjarrit, sigurimi i lëndës së ndërtimit, sigurimi i gjethit për blegtori dhe mbledhja e bimëve medicinale. Në vitin 2006 u ndërmor një ndër reformat më të mëdha të decentralizimit të administrimit të pyjeve,
që kishte të bëjë me transferimin e pyjeve nga shteti tek njësitë e qeverisjes vendore, ku u transferuan, le të themi në harkun kohort 2008-2011, rreth 60% e pyjeve u transferua tek njësitë e qeverisjes vendore. Rezultatet e monitorimit atyre viteve tregojnë se në zonat pyjore ku kemi përdorues tradicional të pyjeve, kemi një rujtje dhe përmirësim të dukshëm të pyjeve dhe sipërfaqeve pyjore, krahasuar në krahasim me zonat ku nuk kemi përdorues tradicional të pyjeve. Duke ju referuar edhe ekspertëve të Bankës Botërore, por edhe ekspertëve të tjerë ndërkombëtar, të cilët na kanë monitoruar gjatë procesit të transferimit të pyjeve tek komunat, është nënvizuar fakti që procesi i transferimit nuk duhet ndalet me transferimin të komunat, por ky proces duhet vazhdojë më tej, duke qenë se filozofia e këtij procesi ishte që të transferojmë të drejtat e përdoruesve tek përdoruesit tradicional ose siç quhen ndryshe përdoruesit e fundit. Duhet nënvizuar një fakt që mungesa e njohjes ligjore të drejtave të pronësisë ka sjell konflikte midis shtetit dhe përdoruesve tradicional, shpesh të cilat kanë çuar në shfrytëzim të pakontrolluar të pyjeve dhe përplasje mbi të drejtat e menaxhimit. Duke marrë në konsiderat rëndësinë jetike të pyjeve për komunitetin, që tradicionalisht ka jetuar dhe ka mbështetur jetesën e tyre bazuar në këto burime, propozojmë që një ndër reformat e mëdha të propozuar në programin e Partisë Demokratike për pyjet dhe kullotat të jetë kalimi në pronësi të përdoruesve tradicional të pyjeve dhe kullotave, të sipërfaqeve me bimësi pyjore, sipërfaqeve djerë, të cilat janë përdorur tradicionalisht dhe historikisht nga ana e komuniteteve vendore. Nëpërmjet kësaj reforme, natyrisht që do të kemi një mundësi për të mbrojtur më mirë pyjet, do të rritet interesi për investime, do të kemi më shumë mundësi për punësim në pyje, pasi nëpërmjet kësaj reforme do të kemi mundësi që banorët dhe përdoruesit tradicional ta shikojnë si thosh vazhdimin e investimit dhe përdorimit të këtyre burimeve, edhe si një mundësi për zhvillimin e mirëqenjes dhe potencialeve të zhvillimit për familjet e tyre. Në këtë aspekt do të sugjeronim që masat që do të ndërmerren është hartimi dhe miratimi i bazës ligjore për njohjen e të drejtave të pronësisë të përdoruesve tradicional, sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, përcaktimi të drejtave dhe detyrimeve mbi pronësinë të përdoruesve tradicional të pyjeve, rritja e numrit të familjeve që do të përfitojnë nga të ardhurat që vijnë nga pyjet dhe kullotat me qëllim uljen e nivelit të varfërisë dhe rritjen e mirëqenies. Natyrisht, nëpërmjet kësaj reforme do bëhet e mundur që krahas njohjes së të drejtave ligjore të përdoruesve të pyjeve, të kemi përmirësime ligjore, të kemi regjistrimin dhe dokumentimin e të drejtave të pronësisë, ku do të krijohet një mekanizëm i veçantë për regjistrimin e pronësisë, të drejtave të përdorimit, duke përfshirë edhe procesin e identifikimit të përdoruesve tradicional dhe përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm ligjor. Në këtë aspekt ne sugjerojmë që krahas mbështetjes financiare dhe teknike për komunitetet, ku do të ofrohen skema mbështetje për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, pikërisht në këto territore që cilat do t'u jepen në pronësi përdoruesve tradicional, të trajtuar edhe nga Dr. Cani në programin që prezantoi, propozojmë krijimin e një fondi për mbështetjen e projekteve të rujtjes dhe menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve nga komunitetit, ku natyrisht duhet të theksoj që në të gjithë këtë proces është shumë e rëndësishme që të kemi forcim të mekanizmave të inspektimit për të parandaluar prerjen dhe shfrytëzimin e pyjeve dhe forcim të zbatimit të ligjit. Mirë, faleminderit për vëmendjen, mundova që të jem pak telegrafik në Faleminderit zoti Çollaku. Tani ja kaloj fjalën doktoresë Edona për të na shpjeguar disa aspekte në lidhje me programin e mjedisit. Fjala për ju zoti Edona. Faleminderit që jam pjesë e këtij paneli Dr. Maltezit dhe Dr. Berishës që na bëri pjesë të këtij diskutimi edhe të propozimeve për të dhënë mendimin tonë lidhje me programin e mjedisit, i cili në fakt është mjedisi ku ne jetojmë dhe ushtrojmë aktivitetin tonë dhe gjëja më e rëndësishme e jetës. Të flasësh për mjedisin është multidisiplinë që do të thotë ndërveprim midis të gjithë ministrive, të cilat ndërveprojnë në mjedis. Atëherë kërkohet nga ana jonë që ne nëpërmjet agjencive dhe të gjithë drejtorive të cilat kërkojnë monitorim apo merren me investimet e ndryshme në fushat e ndryshme të ekonomisë që cekin mjedisin do duhet raportojnë pikërisht ndërmjet sektorëve.
lidhja ndërsektoriale midis akademisë, agjensive dhe studentëve apo OJF-ve shumë e domosdoshme gjatë implementimit të këtij programi për të çuar në vend pikërisht ato që kërkon implementimin e standardeve të BE-s, sepse kjo lidhet me integritetin e individëve të cilët bëjnë pjesë në këtë program. Dhe kush më mirë se sa studentët, pedagogët apo ata të cilët kanë pasion mjedisin mund ta implementojnë duke i dhënë edhe suport agjensive lisbatuese se si mund të bëhet diçka më mirë. Kështu që unë jam këtu pikërisht për të përshëndetur këtë program kaq ambicioz të kësaj fryme, e cila vjen me një ndryshim shumë të madh dhe për t'i dhënë zë të gjithë shqiptarëve që të jenë pjesë e këtij ndryshimi. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Edona. Tani për arsye kohe, sepse agjenda është shumë e ngjeshur, do t'ja kaloj fjalën profesor doktor Berishës për të bërë mbylljen e këtij takimi. Dhe më mirë dëgjojmë lloj mendim. Meqense unë kam një agjend që më detyron të mos jem ju la ju dhe i dëgjoj, i pasqyroj. Kanë ardhur pranishmit dhe unë them t'i dëgjoj. Fanoroj, por më mirë të kërkoj unë leje ju dhe ju tipi mendimet të cilat ju garantoj se do t'i pasqyrojmë plotësisht në programin tonë. Departamenti dhe panelistë kanë bërë një punë shumë të mirë, por një punë që gjithmonë duhet ta pasuroj. Kjo është eksperiencë shumë e mirë jona. Kemi pasqyruar në të gjitha rastet mendimet, propozimet, sugjerimet e audiencës, e specialistëve, e ekspertëve, e grupeve të interesit, dhe janë shumë dobishme për ne. Atëherë edhe një herë unë jam Gavrosh Zela, ekspert prej më së 30 vjetësh në fushën e mjedisit. Desha të them që e drejta për një mjedis të pastër, të shëndetshëm edhe të qëndrueshëm është sankcionuar dhe konventën si e drejtë bazë, konventën e Kombit të Bashkuar si e drejtë bazë nga viti 2022. Me këtë program që paraqiti profesor Maltezi, unë e shoh se ai garanton një sër parametrash të rëndësishëm që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësie të mjedisit, sigurimin e ngritjen e kapacitetet të administratës, trajtimin e biznesit si partner, zbatimin e praktikave të mira të Bashkimit Evropian, promovimin, respektimin edhe angazhimin në marrëveshje rajonale, në konventa ndërkombëtare, protokolle ndërkombëtare për mjedisin. Dhe gjatë gjithë eksperiencës time, unë kam qenë pjesë doktore dhe administratës tuaj të mëparshme në të dy administratat. Ajo që desha të them është që një nga problemet që është në vijimësi është edhe e theksuar gjatë 12 vitet fundit është që edhe ajo administrat që është nuk lejohet të bëj priorizimin e çështjeve që janë më jetike për mjedisin ose për vendin. Dhe e dyta është sjellja ndaj bizneseve në mënyrë shumë represive edhe duke i paraqitur pafund burokraci ose kosto të tjera. Kështu që atë reformë që është nisur në 2009 me shkurtimin, lehtësimin e procedurave për licencat edhe për inspektimin, besoj të çohet më tej në këtë mandat të tretë që biznesi trajtohet si partner dhe të shikohet jo si me masa represive, por në fillim të filloj me edukim dhe pastaj të vazhdoj. Të sigurohet një mjedis i pastër për gjithë për shëndetjen e njerëzve, sepse është shumë e rëndësishme ky si aspekt, por neve kemi, desha ta përmbyll që ne kemi trashëguar një mjedis, një biodiversitet shumë të larmishëm, një gjeografi dhe një mjedis fantastik në Shqipëri, por neve duhet ta përdorim për zhvillimin e ekonomisë, për plotësimin e nevojave tona, por duhet ta ruajmë atë, ta zhvillojmë dhe t'ia ulëm trashëgim brezave që vijnë.
Faleminderit, jam shpresë plot se ky program shumë ambicioz ka për të garantuar dhe ka për të dhënë mjedisit si një nga fushat e zhvillimit ekonomik, që ky mjedis të përdoret në të mirë të ekonomisë dhe të jetës dhe shëndetit të popullsisë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zoti Zela. Tani t'ja japim fjalën 2 minuta doktor Nazmia Yazit, një specialist që ka kontribuar shumë në fushën e pyjeve, për në dhënë disa aspekte të programit të pyje kullotan lidhe me rehabilitimin e territorit. Nazmi, jam është shumë se 2 minuta. Faleminderit, i nderuar profesor Berisha. Pyllëzimet janë komponenti kryesor. Pyllëzimet janë komponenti kryesor për shtimin e fondit pyjor, i cili pas 30 vitesh gjendet në situatën më dramatike dhe më të shëmtuar, sidomos për një vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Nga ky fond ne kemi humbur 40% të sipërfaqes. Është rritur niveli i erozionit 12.5 herë më shumë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Janë eliminuar pyjet e lartë, siç tha doktor Cani. Pa pyje kemi arritur të rrezikojmë digat e rezervuarve. Mira volume dhe herësh depozitohen liçen e firëzve të Komanit, duke shkëtuar afatin e shfrytëzimit të këtyre veprave madhore për vendin tonë. Është faqur fenomeni i shterimit të burimeve ujore në shumë zona malore, fenomeni i rrshitjes dhe i shembjeve masive. Gjatë qeverisë socialiste 2013-2018 janë shpenzuar për pyllëzime 176.408 lekë. Duhet theksuar se të gjitha këto fonde, sipas objekteve, nuk reflektohen në kadastrën pyjore të përditësuar aty, në zërin e përgjithshëm që kanë. Megjithëse kot flasim për kadastrën, për arsye se përgjegjësi i kadastrës është një person akoma pa shkollë të mesme. Procedura e mbjelljeve në zonat të mbrojtura bëhet pa inventar dhe pa objekte të specifikuara. Është bërë gjithmonë një tender këto vitet e fundit që merren fidana në Lezhë dhe mbillen në gjithë territorin e vendit. Si ka mundësi në një zonë 50 metra mbi nivelin e detit të mbillen fidana në Korab, në Tomor apo në Dajt? Kjo është një fakt i pamohshëm dhe këto janë të gjitha dështime. Në ligjin për zonat e mbrojtura është zëvendësuar termi drur pyjor me termin pemë. Edhe në librin e shenjtë në pemë quhen pemë frutore. Ndërsa drurt janë drur pyjor dhe nëse ti eliminon drurt, ke eliminuar masivin pyjor, ke eliminuar faunën, ke eliminuar grumbullin pyjor. Këto e kanë hequr, e kanë korrigjuar zonën e mbrojtur dhe e kanë kthyer më mirë në këtë formë. Pa llorit ato që u specifikuan nga parafolsi që është ndryshuar edhe një herë tjetër ligji për zonat e mbrojtura. Njëkohësisht, kostoja për një hektar pyllëzim është 7 fishuar. Një hektar pyllëzim është 229.222 lekë, ndërsa aktualisht këta e kanë bërë nga 1 milion deri 1.600.000 lekë. Të më 7 fish më shumë, po halal po t'ishin pyllëzimet eksakte, po pyllëzimet nuk ekzistojnë. Ky është problemi akoma më i madh. Përveç shkeljes në ligj, që e kanë miratuar vetë në 2021, pyllëzimet nuk janë. Njëkohësisht, në gjatë qeverisjes sonë demokratike, ne ngritëm një fidanishte në bashkëpunim me Fondacionin Turk Tika, një fidanishte në Elbasan, pikërisht në Cërik, 38 hektar, me 700 milion lekë. Ç'bën, në vitin 2014 e privatizuan fidanishte, në mori një privat, dhe për sa? Për 480 milion lekë, nga 700, mas 2 vjeç. Dhe kjo, se që funksioni ka fidanishte, nuk e dim, sepse fidanat janë marrë në Lezhë, nuk janë marrë në Elbasan. Ky është problemi themelor që është bërë. Ajo fidanishte ishte moderne dhe e parametrave të fundit në të gjitha tiparet që kishte. E bëm ne atëherë dhe u shkatërrua. Aktualisht asnjë bashki në vendin tonë, në Republikën e Shqipërisë, nuk ka fidanishte pyjore. Fidana. Edhe po marrim në shembull Tiranën, që është kryeqendra e vendit. Të gjithë fidanat importohen nga jashtë me çmime marramense, si puna e palmave në autostradën Tiranë-Rinas. Nuk ka. Po të shkollin Vjena, po të shkollin diku tjetër në Budapest, të gjitha kanë me mijëra hektar që kanë fidanishtet e veta të paktën në kryeqyteti. Në Shqipëri, asnjë bashki e Shqipërisë nuk ka fidanishten përkatëse, sidomos Tirana, që ka fondin më të lartë të buxhetit. Nuk janë të qarta ndarjet e detyrave për rrugën e ekonomive pyjore në vendin tonë dhe kanë një shpjellim të strukturave. Desha më thënë këto, pa llogaritur domethënë që nga ana e ekspertëve nuk është marrë parasysh, po 90% e gjithë pyllëzimeve në kryeqytet janë me rrap, që është alergjike, probleme tjera që ka e shkakton. Vetëm rrapi. Lana
kalojnë kanalet e urët zeza që ne çdo ditë u referohemi dhe rapat në pito dhe ne jemi në rregull. Edhe Tirana është qytet i rini se ç'është lalieri, gjëra të tjera. Tash i kalojmë direkt për programin tjetër. Ne parashikojmë që të mbjellëm nga 5.000 deri në 10.000 hektar pyllëzime në vit, pyllëzime të drurve pyjor. Përveç këtyre do të kërshëtohet edhe me pyllëzime të arrorëve siç është lethia, e cila është e përshtatshme në kushtet e vendit tonë. Subvencioni i fidanave dhe garantim të sipërfaqeve për mbjelljen nga ana jonë do të jetë me program. Ne synojmë ngritjen e 4 fidanishteve dhe fidanët do të jenë certifikuar me çmime simbolik 50 lekë fidani, parasysh se do të heqim TVSH dhe disa barra tjera fiskale që i takojnë për fidanishtet. Do të ngrihet laboratori i fareve pyjore, banka e fareve, që të siguroj material mbjellës cilësor dhe të certifikuar për gjithçka. Njëkohësisht objektet pyllëzuara do të certifikohen dhe të merren në dorëzim në çdo 2 vjet dhe të reflektohen në kadastër. Dhe çdo subjekt që do të bëjë mbjelljen do të mbajë përgjegjësi për sipërfaqen deri në dorëzimin tek organet kompetente. Pra që të kthehet në pyll, mos kthehet në varrez. Për të realizuar me sukses dhe për të marrë kthesën me njëhershme ne do të krijojmë me ligj fondin kombëtar të pyllëzimeve dhe mbrojtjen nga erozioni. Kjo do ishte gjëja më e madhe dhe të marrim një kthes rrënjësore për ne. Të ndalohet me njëherë eksportimi i lëndës drurit, sepse këta çka kanë bërë? Kanë bërë ligjin moratoriumin për prerjet në pyje. Dhe pas që bën moratoriumin, nxorën 10 koncesionar për shfrytëzimin e pyjeve. Ato koncesionarët e nxjerrin eksport. Në një kohë që raporti ndërmjet rritjes drurve dhe prerjes në vitin 1986 ishte 1:2, sot është 1:20. Është katastrofë e madhe domthonjë dhe ne arrim që ta eksportojmë jashtë. Dhe eksportojnë vetëm këta koncesionarët, asnjë tjetër. Do të sensibilizojmë qytetarët që një herë në vit të mbjellin një fidan për çdo person për frymë. Këto do të arrijmë në sensibilizim të përgjithshëm. Çdo bashki do të ketë prioritet në buxhet për të mbjellur 100 deri 150 hektar në vit. Bashkitë e mëdha do të kenë akoma më tepër. Subjektet që kanë ushtruar dhe ushtrojnë veprimtari në sipërfaqen e fondit pyjor, karrierat minerare, ndërtimet e tjerë, do të bëjnë krahas pakesës në vlerën e munguar, po do të kenë edhe një akses tjetër për pyllëzimet më tejshme. Karrieret e hapura të gurore, të cilat kanë bërë sy varrez, sidomos për rreth kryeqytetit, duke filluar nga Peza, Dajtje, po gjet, mos përshtisim vendin, të gjitha këto do të ripyllzohen. Edhe erat që shkojnë në Sharja pa ta prozuar një specialistit bashkisë, gjysma e erat shkojnë për të mbyllur këto karrieret e guroreve dhe të pyllzojmë ne. Nuk u bë asgjë domosdoshmë. Dhe erat shkoshin për pakesa atje. Tash është mundësia që ato dhera ne, kur të vinë pushtet, t'i kalojmë tek guroret dhe paktën me satelit guroret duken mirë kur zbresin me avion në Tiranë. Po të pyllzojmë do të ishte moderne e punë. Pyjet luajnë në rol të jashtëzakonshëm në rrugën e balancës hidrike dhe në menaxhimin e ciklit të ujit natyrës. Do të rritet kontrolli me anë të ristrukturimit të forcimit të kontrollit nga inspektorët e pyjeve. Do të eliminojnë cirkularët dhe sharrat, të cilat janë në zona të thella, siç është rasti i kolonjës. Nuk do të mund të përdorin për druzjarje ekonomitë pyjore siç janë ato të ekonomitë strategjike. Një sekond Hasan se mbylla. Kalojmë ke burimet e financimit. Ku do të gjendet fondi për pyllëzimet? Nga të ardhat që do të kemi nga fondi pyjor, siç janë të ardhat nga kullotat, vjelja e bimeve të ravejore, drurët e zjarrit dhe veprimtat e tjera të fushës, derivate. Ne do të kërkojmë pakesa nga subjektet që ushtrojnë veprimtari direkt mbi pyjet. Dhe një nga këto është korporata elektroenergjetike shqiptare e cila prodhon kilovatorë të energjisë elektrike. Mund ta terë dhe në cent lekësh edhe për pyllëzimin e basenit të Drinit, i cili është i zhveshur nga Lura, Arni, e me radhë e deri në Bulqiz. Dhe të gjithë ato inerte shkojnë në liçen në rezervar që shkurtojnë jetën e hidrocentralit, por për mbytet e Shkodra dhe Lezhë. Deri sot asnjë se ka thënë se thonë për mbytet nga Tilonë dhe Syzet. Thonë për mbytet nga natyra se ka ra shumë shije, dakord. Por nuk ka ra vetëm shije, po janë për e pyjet. Janë për 40% e këtij fondit madh pyjor që bën ekuilibrin e natyrës, e regjimin hidrik. Dhe nëse ne e mbjellim, dhe keshi duhet japë një kontribut të vogël. Këto do ta bëjmë me ndërhyrje dhe po na ndihmoj dhe kryeministri. Kjo do të ishte një gjë jashtëzakonisht e madhe. E dyta janë dhe yselca. E dyta e kësaj puna janë dhe yselca. Po burimet pyjore që kemi ne po thahen.
edhe selita e Tiranës është drejt tharjes. Dhe tash, nëse ne do të kemi një fond vogël që të investojmë për të pyllëzuar, do të ishte mrekulli aty se bën pasurimin e ujit. Dhe gjëra tjera që kemi. Ju faleminderit për vëmendjen, e mbylla pa zgjatje. Faleminderit Ingjener Ajazi, tani ja kaloj fjalën profesor doktor Sali Berishës për ta mbyllur këtë takim të shkëlqyer. Fjala për ju, doktor. Ju falenderoj shumë për ndërhyrjet që bët, për ekspozet tuaja, paraqitët një program për të cilin Shqipëria ka nevojë etike, pa të cilin Shqipëria çdo ditë më shumë bëhet një vend i pajetueshëm. Çdo ditë më shumë bëhet një vend i pashëndetshëm. Ndaj dhe ju garantoj se qeveria e ardhshme në një aspekt do të jetë qeveria më miqësore ndaj mjedisit dhe të gjithë faktorëve që përbëjnë kompleksin e tij. Portofoli i këtyre fushave do të jetë një ndër më të rëndësishmit. Ju siguroj se nuk do të lëm ligj pa miratuar, kriter pa zbatuar, investim pa bërë, që të shënojmë një kthes rrënjësore në ruajtjen, zhvillimin e mjedisit, e zonave të mbrojtura, e pasurive të tyre të pafundme. Mbrojtjen nga ndotjet të ajrit, të tokës, të ujrave. Për ne janë dhe do mbeten përparësi të mëdha. Ne do bëjmë gjithçka që shqiptarët në përputhje me standardet më të mira të përfitojnë maksimalisht nga pasuritë e pafundme të pyjeve, kodrave, maleve, kullotave të këtij vendi, të bimëve aromatike, medicinale dhe bimëve të tjera. Do të ringrem një infrastrukturë eficiente me të gjitha institucionet dhe institutet e domosdoshme për të përmbushur këtë mision, për të rikthyer Shqipërisë dhe shqiptarëve një mjedis të shëndetshëm, një mjedis të begat, natyror. Ju ftoj që çdo propozim që keni, t'ja u dorëzoni zotrive drejtues të departamentit sipas fushave dhe ky program do të publikohet pasi të pasurohet me vërejtje, sugjerimet, propozimet tuaja. Ju falenderoj shumë për angazhimin tuaj. Faleminderit doktor Berisha për mbështetjen që na ke dhënë në hartimin e këtij programi dhe në zbatimin e tij, edhe ne do angazhohemi se do ta përmbyllim me sukses këtë dhe qeverisja e ardhshme do të jetë qeverisja më e suksesshme për pyjet, kullota dhe zonat e mbrojtura. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen.